Zakonisht politika dhe partitë politike sëmuren nga sëmundje mendore, jo në një sëmundje tjetër. Edhe për të gjitha këto që the, dhe ky përshkrim realist që bëre ti, e dëshmon këtë gjë. Sigurisht që këtu nuk janë të gjitha palët të sëmura një lloj, në të njëjtin nivel mendërisht, sepse unë besoj dhe këtu nuk jam në konflikt interesi, pavarësisht se unë jam i socialist, kur them se Partia Demokratike është një e sëmur mendore për shumë vitesh dhe që nuk po shërohet dot, sepse dhe doktori që ka në krye është i krye sëmuri i atij pavioni që mund të quhet pavioni PD. Fatkeqësisht ne duhet të pranojmë që kjo sëmundshmëri politike që nuk është vetëm në Shqipëri, por pak a shumë ka një trend global. Ka kapur edhe partinë tonë, ka kapur Shtetet e Bashkuara, edhe majorancën. Dhe unë të paktën jam një nga ata që jam përpjekur me zërin tim modest, publik, të ndikoj, po themi për të korrigjuar aq sa është e mundur një lloj tendence që unë e kam quajtur të gabuar, të shfaqur kohët e fundit, për sa i përket raportit të politikës me drejtësinë, dhe për sa i përket raportit mes parimeve politike dhe interesave individuale të politikanëve. Edhe sigurisht e gjitha përmbledhet në rastin Balluku, sepse këtu janë shfaqur, kam përshtypjen unë, të dyja këto fenomene. Domethënë, në një farë mënyrë është kthyer personi në një vit të kuqe dhe jo më parimi.